si e prit këtë lajm, kush ju tregoi për vrasjen e Selverit? Shumë ranë. Shumë ranë. Une paka shumë edhe me andra e kom ditë që diçka është ndodhë, se atë natë që po vritet Selveri, në 2:30 kum pa andër une, në 2:15 e ka pa andër Vjera. Kjo është një fakt para lajmërim. Edhe kur jam zgjuar në 2:30 e kum pa Vjerën dritare, edhe kum thonë, "Nën çka po bëshin të ketë koha, dish, dritare." Tha, po e pres Selverin, tha se e pa shandër, po s'mujta me përqafu. E po e pres, tha, mos po vjen. Edhe unë thash, edhe unë të pa shandër, po mi vo 2 durët në gjokës edhe më ranoj. Edhe thash, ngrita kështot, mos e mazun e frymën. Vetëm që më tha, a i ki fjallë që mi ke dhanë. Edhe më ka dalë gjumi, në 2:30 u kanë, Vjera në 2:15. Edhe po presim me nëzimë në gjesin, kur po del me shku, mos kemi naj lajmë prej Selverit. Kur u bon ora 6, ka orë baba jem. Lajmin e kanë qute baba. Edhe po të rëket ndirë, për qilim dirën e u borit të aje familja ku ishna. Edhe nësi e kum pa babën, tash nuk pi thëmë mirë më ngjes, po i thëmë, he babë, qka kemi, se isha pjandrë, se... Tha, jo bre bi kur gja, tha ku marrë Vjerit e tu janë të mërzitëm, tha mi u dhonë gajret, për vajzën dhe me ke. Edhe unë për cili babën hap, pas hapi qka po bënd, thash, jo babë, kemi diçka, po më tregot është unë e andër për di që diçka kemi. Jo, tha bije, ama unë e pesha që ka kajt baba dhe po për momentin po rri fort. Erdhë hini mrena edhe ullë mes Vjerive. Ka ona jonë e vrinit që thënë Lumjan, kur ullët, kur ka dikush një të rëndësit madhe, ullët mes prindve për mi nda dhimtën e tyne. Edhe kur e kum pa babën që ullë, i kum thani qikës motrës, thash, ja, Selveri është vra. Jo, tezë qka i te folë. Ska shku as 2 minuta, baba për i thot Vjerive, o mi këtha po shkojmë diri në Kuks, se Selverin e kanë plagos. A dhonë, nërsi Vjerive s'po i thonë babës që është i vraën, se Vjerit e besun që janë shti plagosën edhe unë nisën me njëherë në kam. A dhonë shkova patikat për veshje edhe për thonë babës, thash babë, ajo është i vraën. A i baba po më pret mu deri po dalë. Jo brebi, tha se s'është i vraën, tha është i plagosën. Disa herë prej fshatit Bushat, deri në Kuks që i kum thonë, babë, më trego bre babë se është i vraën, po nuk më ka tregu. Kur shkum në Kuks, po isha, po dalin shokët e ti, të plagosën, dikush pa plagos, për ndëgjoj, dikush pa të janë, 2 i kanë shku në Tiranë. Po baba, ty nuk ju tregoj Vjerës edhe Vjerën? Jo, i plagosën tha është. Edhe na për plagosën për shkëm. Unë e disha 100% i vranë, se e kisha parandjenën që është i vranë. Edhe kur shkum hiem në spital, para se me hitë e spitali, baba më tha një fjallë, tha, oj bi, edhe nëse është i vranë, tha dësh mu kanë e fort, ti tha dhe vetë ke pas me shku ushtare, ti e di shka rëndësia e dëshmorit, ti e di shto, dhe më thonë më pregaditi me fjallë që, thash po babe, di, thash edhe e di 100% që i vranë, po ani që s'po më thush, jo, tha unë alap e di që i plagosën. Edhe kur shkova të dira spitalit, ma nuk e prita, dhe më thonë t'i kanë me më thonë, jo 2-3 veti pyta, a i keni pas Selverin, shok të ti që në kanë, jo janë në Altala, jo janë në front, edhe shkova drejt të dhoma mjekut. Aty u kum pas rastin shumë të ranë, edhe i kum thonë mjekut, po du me ditë për Selver Machkaj, a është i vramë, a i plagosën. Mjeku më ka këqyrë një herë dhe tha, shka i ki Selverin? Thash më ka në ushtarja ati, thash po du me ditë, a është vramë. E lujti krevin që shto një motor tjetër, për thot jo, tha është gruja. A do ktheva mra pa asaj, thash po, jam, thash edhe do t'jam gjithmonë gruja ti. Po sot po du me ditë, thash që a është vra, apo është gjallë, se 2 u folke që i kanë qu për Tiranë. Doktore nuk foli, e mor letrën e pranimit, edhe ma qitin tavolinë, me lexu vetë.
Aty kom lexu që Selver Maçkaj është i vrarë në vend. Është ka numri telefon e letër njoftimit, dhonat e tia, data lindjes, edhe veç e di që i kom shu letrës për tavolinë, ju kom lutë Zotit, Zot mam me forcë. Kur gjësë më ka ardhë para forcës, para Zotit. Në atë moment ka ardhë vjeri. Se edhe ai tha, bre babi vdekona, thash po. Ka për qafe, më duhet i cekë edhe këto që është ka një familje që si prindë e mi nuk kom ditë çka janë vjeri. Edhe në atë moment që ka marrë vesh që djali ju ka vra, ai më thoi ke mu mjeri unë për ty bre bab. Dhe më thonë e ka menu jetën teme, se ky dhoj ke ka shku që shka dasht, hero është edhe të stot u pas njerë, po ti po mlimash. Në ato momente s'disha cilit mi dhonë gajret, vjerive të dy vjetër, apo edhe babën që i kisha ofër. Kumit të shtëngune, për momentin ka arë një halë, mandej kum fillu pak mu lirue, gjatë kohës të varrimit, kërkova me pa kufomën vetë, se thash nuk e pranoj nëse nuk muj me pa që sot po e varosi. Edhe aty falemderoj një nip tonin, që më tha po, muj me të me pa, vetëm se ti më kone fort. Thash po, do t'jem e fort, po isha e fort sa s'mi pronë fmit. Dhe më thonë, na shku me pa kufomën, deri sa fëmijët ishin alo pa ardhë në spital. Kur shku më poshtë, ishin 3 dëshmorë që kanë ra për një ditë, shkon Shpend Berisha, Beron Gashi edhe Selveri, 3 kufomat qysh janë vra, dhe më thonë me uniforma, me teshat vetat, edhe për momentin vjera normal, nona e ka drejtën e gjithë shkaje, ja hopi këmishën Selverit, edhe ai është ka një plagosën në pjesën e qafës edhe të synit, po kur e shtini dorën mrena vjera e bani me gjak të djalit, edhe normal e puthej plagën. Edhe aty kom një sikletin shumë matron, se ajo nuk e di ke çka, për shembull, u bë krejt gjak të Selverit, edhe thoj ke mos ma fshini se gjak i djalit tem është. E normale që për një nanë është shumë e zarshme. Ju kom thonë ushtarëve që nuk kam nevojë me najt vetëm, se sot është i krejt Kosovës Selveri. Burri jam do t'jetë gjithë jetën, se kam shoqër trashëgimtar, për sot ka boll ushtar, jeni ju, mu nuk më duhet me najt vetën. Ti thom nanës, largohu ti, se po rri unë 2 minuta, nuk e kom pa të arsyeshme. Po, ju thatë se keni pa në andër edhe me disa fjallë që mi ka thonë fjallë të fundit. Cili ka qenë komunikimi i juve i fundit edhe të kalon do një mesazh që në rast se vritet? Më kalon mesazh se ditën e fundit kur kemi shku që jemi nda, edhe para se me shku do të thonë 2 ditë përpara, kemi pas bisedën që edhe nëse vritem çka baj, për shembull. E atë ditë kur imi kthye, mi ka thonë fjalët që unë po shkoj për front, po nuk e dija kthejem. Po ty, kur gjën s'kisha dashur amanet vetëm fëmijët, me mi rritë, me mi eduku, ashtu të shiko hijen e shqiptarit, me mu ban fëmijët e hajrit. Edhe jo një herë, disa herë mi ka thonë këta fjalë. Derisa i kom thonë, hec bre shkos, edhe nëse vritesh, unë gryja jote do t'jam fëmijët e mi do t'janë edhe tu, derisa ta kam jetën, unë e fëmijët kanë më kanë me mu. E ky mesazh më rrotullokën krye për shembull se qysh, çka, pse, kretë senat vishin rënë. Më vika ajo që ku erë fjallat që ku mu rejtë, Bedri Hoxhën, se po mjenë palidhe që po thonë, po e shprej, se ja ku më thonë edhe në sy, që pse thëshëm nuk më la, ndoshta edhe unë isha vra, ndoshta kishe përjetu edhe maron, po të paktën kisha shku deri në vend me ta. Po, këto janë edhe të shkruanat e Zotit, që Zoti ka bëja më në qashto, e ka bëni sebe për më kthy, edhe sot jam para fëmijëve të mi. Po fëmija ishin shumë të vegjel, se përjetuan fëmijët humbjen e babait?
Çdo fëmijë nuk e përjeton lehtë. Çdo fëmijë nuk e përjeton lehtë. Po djali i madh ma ka përjetuar më shumë se u kon më i madh. Edhe i ka Ma kuptuar afër, gjërat. po. Se për shembull vajza është edhe edhe me recitim, ka recituar para kufomës babës vet, një poezi për Gjevë dhe Femilla Drovsit. Domethënë është kanë e përgatitne që e kanë posat para ndjenën që ushtar mu kanë është mirë, ushtar është lirimtar sidomos, edhe ma leti kanë marrë ushtarët, shokët e Selverit, ta dy dvojlt, hajde se po dalim, po ju qesim, a ky i madhe nuk më ka hek prej pranit. Edhe në momentin që ma kanë prun djalin e madh, e kom njat rëndësinë e nanës, kur thuhet se nana ka plagën më të madhe se çdo kusht tjetër. Pavarësisht se mu më kalon shumë keq, po elhamdulillah Zotit ku mujt m'ja dal, mendimin fëmijët qysh rritën, qysh kanë më bë, qysh kanë më eduku, këto kom pas, domethënë gjatë jetës, po në atë moment kur unë e kom rujt djalin tem për mos me shku mu trishtu te kufoma, e vjerën e kom pa nena, thosha, kjo pe varros 32 vjet. E unë e peruj 10 vjet temin për mos me mu trishtu, se që tu pe lidhe jetën të djali për shembull të fëmijët. Gjithmonë do të më nisë nga vetja. Po, kjo është rëndësia më e madhe edhe plaga më e rëndë, se nana gjithmonë e ka plagën e vlatit. Zoti kanë mos e provoft, po dhe kanë